Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se nuk ekziston asnjë arsye ligjore apo morale për mbajtje në paraburgim në Hagë të Thaçit, Veselit, Jakub Krasniqit e Recep Selimit. Në një reagim në Facebook, Kurti ka teksuar se ka punuar në heshtje për çështjen e tyre, duke shtuar se sipas tij, puna më efektive bëhet pa zhurmë. Menjëherë pasi kishte vënë lule të freskëta te varri i Astrid Deharit më 5 nëntor 2020, Recep Selimin e dërgua në paraburgimin e Hagës, ku ende po e mbarin. Përveç tij edhe Hashim Thaçi, Kadri Veseli e Jakub Krasniqi po ndodhen në paraburgim tash 5 vjet. 5 vite pritje, 5 vite pas hekurave, ndërkohë që arsyeja e njëjtë përsëritet në çdo vendim për refuzimin e lirimit, rreziku i ndikimit mbi dëshmitarat. Por prokuroria ka përfunduar rastin e saj, dëshmitare nuk ka më, nuk ka as arsye ligjore as morale që të mbahen edhe më tej në paraburgim. Kështu ka menduar që nga dita e parë kemi punuar gjatë dhe me përkushtim për këtë çështje në heshtje, sepse shpesh puna e mirë bëhet pa zhurmë, por ndonjëherë puna që nuk shihet, nuk dihet, ka deklaruar Kurti. Ai thotë se në vitin 2022 kishte kërkuar lirimin e tyre, duke publikuar kështu për herë të parë letrën që i kishte dërguar Trandafilovës. Si kryetari i lëvizjes vetëvendosje si deputet prej vitit 2014, bashkë me Rexhën, i patën paraqititur të gjitha argumentat e qëndrimet për këtë gjykatë që është sot duke i gjykuar, e si kryeministër zyra ime dhe unë kemi kërkuar lirimin e tyre që nga fillimi në vijim, po bashkëngjis letrën që është dërguar drejt për drejt Trandafilovas në lidhje me këtë çështje në shtator të vitit 2022 e bëj publike sot për një arsye të vetme, sepse besoj se është e drejtë që ata të kthehen në shtëpitë e tyre, të jenë pranë familjeve të tyre dhe të mbrojnë në liri luftën e drejtë çlirimtare të Kosovës. Përgjigjja e zonjës Trandafilova pas 2 javësh që mori letrën nga unë nuk ndryshoi gjë. Kërkesa e paraqitur nuk u mor zgjidhje, tha Kurti, ai shtoi më tej se kërkesat tona qëndrojnë akoma në Kosovë, ekzistojnë të gjitha garancitë për përgjigje pozitive ndaj tyre.